ligjeve. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as moral. Ju sili këtu para kamerave, para publikut si një bandë me rregullat e mafjes. Ju në gjova të përmend një precedentin, po mashtroni publikun, po mashtroni pa turp. Precedenti ishte konsensus. Po, ishte, por ishte konsensus. Sot nuk ka konsensus. Sot ka një qëndrim. Kërkohet të zbatohet kushtetuta. Kërkohet kjo. Ne dim shumë mirë se këto ndryshime do votohen, se këto ndryshime do ndodhin, por kërkohet për të gjitha ata miliona shqiptarë që duhet të kenë kushtetutën, librin, mburojnë e tyre nga një shtet, nga abuziteti, por që për ju, kjo është një prostitut dhe s'ka asnjë vlerë. Ju e keni, e kaloni nash një shpellë mafje, një shpellë tjetër mafje. Çfarë kulture keni ju mor? Çfarë morali, çfarë leximi? Po keni turpa më këta, të lexoni ligjet në këtë mënyrë. Kur nuk lejon kushtetuta. Mashtroni me precedentin, që ishte konsensus, po s'ka konsensus. Ata që përfaqësojnë, po ju s'ki njifti këto, se nga erdhën, nga buruan mandatet tuaja. Mandatet tuaja buruan nga blerja masive e votave. Mandatet tuaja buruan nga policia politike, terroristët elektoral. Mandatet tuaja buruan nga censura dhe kontrolli plot i 90% të mediave. Mandatet tuaja erdhen nga përdorimi 1 miliard eurove në kundërshtim me këtë libër dhe me çdo rregull për të kontrolluar zgjedhjet. Mandatet tuaja buruan nga miliardat e Francopjas, miliardat e Suelçens, miliardat e Shytve, miliardat e Troplinve, miliardat e Bajrëve, nga lumejt e parave të krimit që vërshojnë mbi Shqipërinë. Ku mund të pranoni ju ligj dhe kushtetut? Ju të merrohi nga ligji dhe kushtetuta. Të merrohi. Dhe në këtë që dorë fakti se ju nuk pranoni të zbatoni rregullin më elementar. Ndaj dhe të kanë vu ty aty. Se je i sojt të tyre. Por nuk është rasti të merrem me individ sot, se do merremi me individ dhe thellësisht. Sepse ju garantoj se shumica juaj duhet ishte ku? Atje ku është Shullazi, atje ku është Bari Bajri, atje ku janë miqtë tuaj, atje keni vendin. Por dhe një gjë duhet të them, e përmend Brukselin sot. E vërteta është që ajo datë është caktuar 4 muaj para. Por dhe unë jem këtu për të betuar këtë kushtetutë dhe para shqiptarëve, se do bëjmë gjithçka t'ja u qirrim maskën para shqiptarëve, para europianëve dhe para botës.
të tregojmë se çfarë rreziku paqisni ju për shqiptarët, se çfarë rreziku jeni ju për Ballkanin, se çfarë rreziku jeni ju për Europën, se çfarë rreziku jeni ju për Shtetet e Bashkuara. 3 ditë më parë u erdhi mesazhi, po e ka përsyet. Mesazhi ishte i qartë, se ata miq tuaj, dëgjojeni pak, s'po u përmend këtu me emra, ata tregtojnë, negociojnë me organizata terroriste, të